javë shumë të rëndësishme, një javë që do flitet shumë mbi disa çështje ose disa kërkesa që njerëzit kanë në lidhje me fushën ekonomike financiare, në lidhje me disa biseda të rëndësishme, sepse bisedimi që bëhen tani në këtë javë është java e rëndësishme sepse lidhet me anën ekonomike, lidhet dhe me mundësi të arta që vinë, sepse jo për arsye të problematikave ose të gjërave të tjera që mund kemi, por kemi edhe disa çështje të tjera shumë të rëndësishme mbi atë çka neve kemi në fushën e karrierës, që kemi në fushën e ndryshimeve, por edhe arsyeja e financave që do të ndikoj jashtëmase. Por neve do të hedhim një sy pikërisht të kësaj jave, çfarë na mëson më tepër dhe ku duhet të bëjmë kujdes mbi gjërat që neve kemi dhe mbi gjërat që neve kërkojmë të realizojmë. Kemi datën 22. Data 22 duket se është mjaft ndikuese, rrezatuese në atë çka duhet të bëjmë dhe momentet të ardha, sepse ka të bëjnë në lidhje me ekonominë, ka të bëjnë në lidhje me thelbin e çështjes që ju e keni, për shembull, doni që të nisni një rrugtim të ri për punën tuaj ose në lidhje me biznesin më tepër, sepse lidhje me biznesin ka diçka shumë të rëndësishme për punën tuaj dhe çështjet aktuale që ju e keni. Por gjithashtu ka të bëjë me disa çështje të rëndësishme financiare, sepse financat janë ata që ju japin mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja, ku është dhe momenti juaj dhe koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar gjërat që ju e kërkoni. Duke gjithashtu, shenjat që kanë ndikimin e madh janë shenjat e zjarrit, siç është dashi, që lidhet shumë me fillimin e gjërave të mëdha që ka të bëjnë me një takim pune. Kemi 10 diqin e ndryshimit të madh, sepse të 30 diqet po i pari është shumë i favorizuar. Kemi luanët. Luanët duket se për të 10 diqit të tretë kanë një mundësi të pasurit pa luajshme, e kanë momentin dhe kohën e duhur për zgjidhur gjëra të tilla. Por kjo nuk do të thotë se është një problem, nuk do të thotë se ka të bëjnë me çështjet madhore ose çështjet që pozicionimi i planeteve që jep mundësi në këtë drejtim. Kemi shigjetarët në anën tjetër, sepse duket se çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet me stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave shumë madhore për juve që keni të bëni me takime pune, keni të bëni dhe me disa vendime të rëndësishme që do të merrni tani tutje. Por gjithsesi, pikërisht kjo periudhë është një nga periudhat më të arta dhe më të mira të qena ndonjëherë. Kemi datën 23. Data 23 duket se ka një diçka në anën e vet, sepse mundësitë që janë dhe kohën e duhur që lidhet me biznesin, lidhet me karrierën sidomos, sepse ka një kuptim mjaft ndryshe nga që mendojmë ose nga që gjykojmë, por megjithatë është dhe mundësia më e mirë e mundshme tani e tutje, ku gjërat do të ndryshojnë, do kemi mundësinë ekonomike financiare për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Keni pasur mjaft ndikime, keni pasur shumë çështje të ndikuara gjatë